Miqtë të Sport Show, ju përshëndesim, ritakohemi edhe këtë të hënë, pavarësisht se në një ambient kaq tjetër jashtë studiove. Për shkak të ndeshjes së kombëtares shqiptare me Andorën, këtë herë kemi vendosur që t'i përkushtohemi tërësisht futbollit në terren, futbollit të vegjëlve. Prandaj jemi zhvendosur në fushën sportive të klubit të Bashkimit në Bardhaj. Zodhem këtë ekip për shkak të specifikave që ka. Është një ekip i krijuar nga vullnetarisht nga profesor Ervini me fëmijë të fshatrave, të cilët ndryshe nga qyteti kanë ndoshta edhe pak më shumë vështirësi se ata, prandaj ne kemi zgjedhur për të parë, për t'i vizituar nga afër dhe për të kaluar një ditë së bashku me fëmijët, për të folur së bashku për mënyrën se si stërviten, për mënyrën se si shkollohen, por edhe për ëndrat e tyre. Mungesa, che la sot? Në ordin e tonë, ja? Okay. Për sa i përket ndeshjeve të kampionatit, do të flasim o do të gjithë edhe në fund, sepse do të kena ndeshje U15 edhe 13-B. 13-A ka fillu faza 3, por jena pushimi këtë javë. Normalisht, sot është i ditë pak më ndryshe. Sot ka ardhur dhe profesori pra Klodi dhe do të bëjmë një mision, një ditë stërvitjet me ekipin tonë. Është diçka pozitive për ne. Na siç gjithmonë, me që kam rastin këtu për më thonë që rregullat që ekipi joni ka, shpresoj i dim gjithse cili për jush edhe t'i zbatoj. Pra është mos shënërimin telefon që e kërkojmë vazhdimisht të ju. Është mësimin në shkollë që e kërkojmë shumë vazhdimisht për më u pa sa më për paran. Është ushqimi i rregullt. Është njekja e kurseve fetare, edhe një tjetër, cila është? Kush ma thet? Disiplina. Përveç? Okej, përqëndrimi stërvitje. Njekja ëndrave. Edhe njekja ëndrave për i risi. Mirë, atëherë këta janë rregullat që na i kërkojmë vazhdimisht për më ju pa sa ma të disiplinum, edhe sa ma të rregullt, edhe sa ma të përqëndrum në stërvitje, edhe në çdo hap që ju njekni. Unë s'po maj ma, po dëgjojmë pak edhe profesorin, edhe po vazhdoj veshna dhe bona gati për stërvitje.
Klub Futboll Bashkimi stërvitet në Bardhaj, në fushën e liruar nga babai i Ervinit. Ja ka dhuruar këtij ekipi vetëm për të stërvitur me skuadrën. Profesor Ervini, ju përshëndesim. Përshëndetje. Si? Mirë. A jemi plot? Si u gjetme? Se kalove? Mirë si u gjetme. Mirë. Si po shkon stërvitja? Apo është herët? Mirë. Alo, tu bë gati edhe po vazhdojmë me fjalë. Sa djem kemi sot? Sa ekipe? Sot kena 3 ekipe, 3 grup mosha, U15 edhe 2 U13 me fjalë. U13A dhe U13B. Kjo është fusha që ka bërë dhurat babajnë, ato ka pak historinë e kompleksë. Kjo është fusha, këtu ka kanë pemtore, ka pas pemë si që janë edhe këto pemë si janë për Kueshi, edhe unë erdha për Italijet me fjalë, sepse pata shku atje për një jetë diqa më atë mirë, u ktheva dhe e krijova këtu, e sheshova, e krijova fushë për fëmijë. Pra, krijova ëndrrën teme, krijova pasionin, dëshirën teme dhe çdo gjë. Besoj ta ke pas vështirë dhe babait të presin pemë, të cilën ka investuar për shumë kohë për ta Shumë e vështirë, bile më kujtohet atë ditë që erdhi, ishte shumë, na din me nerva kështu, por nuk është faqte, por ashtu e kaloj disi edhe fëmijë komunitetit e mas bisedimeve që bana me te edhe kret, mas ja shpjegova, pra ishte dakord. Sa vite po bëhen se stërviteni këtu? Kemi 5 vjet që e kam kriju si ekip, edhe kena kriju si fush, kena kriju si i kena regjistruar në kampionat, edhe çdo gjë me fjalë. Por du me theksu se na kanë ndihmu shumë edhe miqt me fjalë, sepse pata nuk kishim mujt me bë asisen, edhe sot kishim kanë shumë ma keq me fjalë. Pa këtë fushën sa vështirë do të ishte? Shumë e vështirë, sepse imagjinoje, pra shkosh dikun, pagush qera, pra rrogat si pagujnë, pra nuk ashtë se ashtë në rrogë, se minimale mundohna për me ju marë, pra me transporte, me çdo gjë, dhe të shkosh dikun, pagush edhe qera, ashtë e për vështirë. Kjo nga ka lehtësu shumë punë, si nga ana financiare, si këtu ku bëjmë stërvitje, si çdo gjë, pra jena mundu sa do pak, e kena rregullu, e kena sistemu, kam bë kërkesë, si në federat, si në bashki, që me na ndihmu sa do pak me e ballë në formë fushët për komunitetin, pse jo, për fëmijët e komunitetit, për fëmijë, sepse të tanë këta fëmijë që janë tanë fëmijë që janë për rrethinave, janë tanë hoti, grud, posripa, janë fëmijë që pra ky komuniteti i përmbledh. Dhe pse jo, bashkia mundet për shembull me investime ose me diçka në bashkëpunim me federatën, se federata ka një projekt që ka 100 fushat, është një projekt shumë i mirë, edhe që ka ndihmu shumë biznesmen, shumë bashki që me investu në këtë gjë. Shpresojmë të ardhmen, pse jo inshallah. Ju thatë se ekipi juaj mbledh fëmijët e shumë fshatrave këtu. Po të mos ishte bashkimi, ka ekip tjetër? Po të mos ishte bashkimi, ka ekipe që vinë, i marrin, i çojnë nëpër Shkodër, po këtu nuk ka. Jo, këtu jena i vetmi, në këtë zonë, në këtë rrethina jena i vetmi ekip që jena. U lodhët, Pak, Sa vite keni me ekipin të? Për sa vjetë jeni bashkë? 2 vjet. 2? Me cilin ekip jeni ju? Bashkimi. Me cilin të mora veshtë? Puti? Puti? Me sfush. Ti e më e Je i shpejt, driblon kështë shpejt? Po. Jam sulmus. A ti e sulmus, Po. A e lodhë profesori shpesh? Ja. Nal. Po të shkolla, keni mësu? Mirë, po kesh? Mirë. Ti si ke mësu ti të shkolla? Mirë. Më ka thënë profesori se nëse nuk marr nota të mira atë turin stel. Okej. A vërtet,
Pse e ke pësu ti? Ke përfundu në stërë? Kjo është djali i profes kjo. A, djali profes. Ti sa vite ke këtu me ekipin? Unë kam marrë tash 3 muaj. A si duket? Super. Çfarë pozicioni ti? Në port. Port. Trupin e mos ke mirë. Kush është idhulli jot? Si? Idhulli jot. Kush është? Ke idhull, portier. Ke famshëm që dërë më basi ai. Kërtoasi. I korta? Ti David Beckham i vogël. Po ti Beckham? Çfarë pozicioni ke ti? Sulmuesi i majtë. Sulmuesi i majtë. Kush është idhulli jot? Kush është idhulli? Çe ke? Një lojtar që preferon shumë, si pëlqen shumë. Cristiano Ronaldo. Pa dhe i ke bo flok si Ronaldo? Po. Çfarë ka sot në program? Sot kena tema është për pasimet. Pasime o gjujtje në port. Keni ndeshje këtë fundjavë? Fundjavë po, kena ndeshje e kampionatit. Kena me 2 grup mosha, se grup mosha A kishin pushim, sepse ekipi kundërshtar kishte një aktivitet. Me 2 grup mosha tjera do të aktivizojmë fjalë shtunën edhe dilen në fundjavë. Si ju ka shku kampionati tash? Çfarë ndjeki? Si një renditje? Mirë. Pavarësisht se i kanë hek rezultatet, i kanë hek pikë, sepse e kanë qujtë ma shumë një ndeshje ku fëmijët më mësu me lujtë, e çdo gjë është edhe bash shumë bukur, edhe është gjë shumë pozitive, që edhe këtu kanë iku shumë, por edhe në për ekipe tjera. Dhe na jena mirë, fakt. Në garë jena mirë, jena me pikë mirë, me disa, sidomos me grupet A, me 11-ën, me 13-ën, me U9-shat, jena mirë, jena në për vend parë, dytë me fjalë. Djenë përpresin komandën e rrallë, çfarë do të bëjnë? Vazhdojmë hapjet. Del njani për para ndje. Del Ernest. Del tjeni, haj. Del Edison, kush ishte i pari të ullheq? Hajde, fillon me Enisi. Gati? Ja mësua me emrin Enisi, çfarë pozicioni të Enisi? Enisi është mbrojtës qendër. Duket edhe fizikisht pak një... Është lojtar edhe me perspektivë, sepse është edhe i thirrën kombëtare, si në rajonale edhe nacionale. Sa vjeç është? 2 kombëtare. Është 2012, por i bjen 13 vjeç. Shpresojmë të ardhmen, pse jo të ketë një të ardhme mirë. Pra kjo tregon që nuk është thjesht një ekip ku të mblidhen të argëtohen njëri me tjetrin, po keni edhe prodhimtari, keni rezultate me lojtarën kombëtare? Po, Klod, përveç asaj, po besoj se kjo është edhe fryti i asaj me fjalë. Kjo është tanë puna dhe tanë përkushtimi, tanë kjo të zerdh masandej një lojtar që i ka të tëna. Kryqësorin ka edukatën, ka sjelljen, ka disiplinën, mandej tjerat ka talentin, ka gjëra që normalisht ka pas edhe të ekipi jonë dhe ka prep, që i vlerësojnë edhe trajnerët e kombëtarë, që kallin edhe vlerësime për i marrë Nelson. Sa lojtarë keni në kombëtarë që janë pjesë kombëtare? Kena 3 tek 2013 dhe 2 kena te 2012. Me fjalë 5 lojtarë si mjet. Por kena pas edhe vite tjera, kena falë bashkëpunimit me Vllaznisë, na i kena çu edhe te Vllaznia. Sot atje lujnë, dikush luajn formacion, dikush është pretendent. Sa lojtarë keni çu te Vllaznia? Pra nga ekipi i bashkimit këtu në Bardhaj direkt tek Vllaznia. I kena çu me marrëveshje, i kena çu 3 lojtarë, bashkë edhe tek Vllaznia Femra, që kena pas edhe vajzat e ekipi jonë,
pra jam Në tërko katër, pak historinë e bashkë me vajzave, se keni histori interesante me vajzat. Vajzat ne jena munu sa do pak për me kriju edhe si grup edhe si ekip, por Ishte që krijohet ekipi i vajzave në Bardhaj, sepse njëtën vështirësi ka patë profesor Jakun. shumë e vështirë, shumë e vështirë. Klod është e pamujtur, pothuajse sepse është ai mentaliteti vesh, është dëgjasi thënë. Por ka pas vajza që kanë pas dëshirë, kanë ardhur, kena si thënë për krah, i kena marrë në ekip dhe thash sot është një vajzë, pra është quhet Ambra Reshidi dhe është pjesë e kombëtarës e U17, është edhe luna tek Vllaznia, U17 dhe pretendon për edhe manet në fjalë për i presidentit Plaze Matis. Kurse tek djemt kena fangajt, kena edhe Ademin që janë tek grup moshat e Vllaznisë. Fangajt, po, grup moshat. Vajzat, nështë vajzat tjera, 2 vajzat tjera i kena orientu tek ekipi Laçit, pra Atletico që është bashkëpunim me ta. Edhe ato pa vazhdojnë me fjalë futbollin, është kënaqësi e madhe, por shpresojmë inshallah. Pra nuk merret vetëm kuadrin e një mbledhje ose një stërvitje së bashku, por e ndupas edhe rezultate. Po, kjo është shumë e rëndësishme edhe shumë pozitive, shumë stërvitje. Elvis Levalli, Sa vjeçi? 12, Po për sa kohë je këtu me ekipin? Sa kohë? 3 muaj, Qa luti, çfarë pozicioni ke? sulmos, Sa gola ke bë këtë sezon, e bën? së di, Vjen stërvitje çdo ditë? po, Ku ke shpinë, ke larg? në grud, Po. Vjen ndar profesori? po, Si duket të stërvitja? shumë mirë, Po shok. mirë, Na thuj diçka, si duket profesor Vini, profesor Valentini? janë profesora shumë të mirë, Atë lodhina? Jo. Pas të vite shumë? Jo. Kush është letari që ke ma shumë ma qefti? Ronaldo, Pse, qa ka të mirë? është i mirë, lu mirë futboll, Bën golet e bukur? po, Faleminderit. s'ka gjë, Pashim. pashim.
Mjelo shumë, merë frymë qëtësoj ju. Si e ke emrin një? Anton Murataj. Sa veç jeti? 1 muaj bëj 2 muaj. Për sa kush je pjesë e ekipit bashkimit? Për 1 viti. Çfarë pozicioni luan? Mbrojt, Si duket të stërvitja, si duken shok? mirë, Çfarë na thuaj diçka për Profesor Valentini? Si është Profesor Valentini, si është profesor? të mirë janë. Ty sa të pëlqen futbolli? Shumë, pak? Shumë. Prej ku vjen ti? Ku ke shpinë të afër, lart? Po, në Bardhaj. Kush është lojtari të preferuar? Ronaldo, Vazhdo stërvitje. Vazhdo. Po ti si ke emrin ti? Amarildo. Sa veç je? 13. Prej ku je? Prej këtu afër, prej Bardhajve apo fshat tjetër? Prej Ngut. Prej ku? Vjen të marr profesori? Po. Çfarë pozicioni luan ti? Sulmus. Të cilë shkolli? Thanks Mali. Pyesëm pak për shkollën një herë. Shkollën. Ke mësuar një si me mësimet? Mirë. Mirë apo? Mirë. Mirë. Për sa kushtaj pjesë e ekipit? 2 vjet. E çfarë pozicioni luan? Sulmus. Sa kushta ke pak të sezon? Se pas ke pala rrjetën duket. Ja, se di sa kam. Faleminderit. Prej sa kush je pjesë e ekipit e pjesë e bashkëpunimit me? Unë ka pak kohë që jam kanë shkëput për arsye që kam emigruar në Itali dhe ka afërsisht i vit pak a shumë ashtu se jam kthy. Dëshira gjithmonë më ka e kam pas për futbollin gjithmonë qysh i vogël. Merr vinin e kalojmë shumë mirë, përkushtohen edhe fëmija e kanë me dëshirë, edhe kjo që shtynë ma shumë kur i shet që knaqen e kanë me dëshirë mu stërvit, ta shtynë mu marë ma shumë me këtë sport. Sporti është jetë si të tush, se jena mësu që është vëzhel mu marë me sportin, pavarësisht se këtu në Shqipni si janë kushte dhe duhet sakrificë te për e madhe që nuk mundesh për një familjar që duhet ka sakrifica si duhet me punu me i dhanë vetit edhe po kjo pjesa sportit është si t'jep energji ma shumë. Nihesh mirë në fondis. Shumë mirë. Duket që kur e bën diçka me pasion, me dëshirë, nihesh edhe i shlollun, nihesh edhe i gëzum për punën që i do ba. Kur ishe edhe fëmijët që janë tu knaq, ishe gëzum, prap, është ajo si qëtën i fije, egoja, dëshira, me fillu. Profesor, jepi ushtrimin e rrasë për të presin. Faleminderit. Jepi pak, ozoj pak për ushtrimin e rrasë. Hajde, Dima, përsho ullë kjo, fillo, ndrysho. Fillo, kalon të tjetë. Hajde, kalon e në përsho ullë. Fillo, hajde, pra, se duhet mu djerësit, profe, duhet me derë djerës, hajde. Nuk arrihet po djerësit, nuk arrihet asi gjo. Shojmë se po i motivon shumë. Duhet, këta motivin e duhen, se këta janë veçel edhe, po nuk i motivove normale që i kanë ato të metat e veta, pra duhet me kam gullje që me i motivu që të arrin me lanë sa ma të mirën e mundshëm prej tyne, me marrë të mirën. Si nihesh kur keni pashku fëmijët e disa fshatara bashkë, po të mos ishte ky ekip, do ishin në shtëpi, do ishin në telefon, ndërsa ju jep një mundësi aktimit, një mundësi zhvillimi, edhe fizik. Sporti ka shumë vlera, edhe në qovë se nuk arritet ai fëmijë mu ba një futbollist në jetën e tij, ka shumë vlera të mira që e largon nga telefoni, e largon nga rruga, e largon shumë nga veset e këqija. Pra, sporti është më radhë fare, është edhe edukim si ju ne jepet fëmijëve, si nga ana shtetit fizike, por edhe nga veset e këqija e largon. Pra, shumë prind
ankohen që i kena me telefon nuk muna se si me ja bom me ashtu na përqendrohen na bashkë me profesor Ervinin këtu si ju kërkojmë llogari që mos me i përdor telefonat që në ekip tonin nuk munden me i përdor me marrë telefona dhe të rrinë kur janë stërvitje është si rregull nuk lejohet me majt telefona gjatë orarit stërvitjes. Print e kanë këtë ankesë që këtë shqetësim për fëmijët e tyre. Edhe është diçka që na i motivojmë që mu largu jashtë kësaj problemit. Shumë që kërkoni llogari edhe sa për këtë disiplinës, të doni disiplinoni më shumë fëmijët, jo vetëm për mfush, por edhe në jetë, por i kërkoni edhe llogari për mësim. Është masë e vërtet. Në radhë parë është shkollimi i fëmijëve, mësimet i herë, se gjëja më e parë është që një fëmijë brezat si të rritën duhet me kanë të edukuar të shkolluar. Se sot po arritë mos me pas shkollim dihet se janë vlerat e pakta. Pra shkollimi është gjithçka. Radhë parë na ju kërkojmë që me pas rezultate të mira në shkollë. Arrim me i motivu që në qoftë se nuk ke paraqitje të mira dhe na thojnë prind që ke ranë mësime muna që edhe në periudhë shkurt thjesht si mi motivu me mësimet mund t'i thojmë do të bash i periudhë shkurt por shim deri sa ti të angazhohesh mu përmirësu me mësimet se pa mësime as ne nuk na duhet gjë këtu në kuptimin e fjalës se prini do në radhë parë që të shkollohesh, të edukohesh edhe këta gjëna sporti është pjesa e dytë që Pra me motivin një njeri i mirë, i sportist i mirë. I sportist duhet me kenë edhe i mirë, edukum me shkollë gjitha, që për këtë do të mundohna që me lanë brezave si vi. Hajde tu, hajde ti. Si e kemi? E një sërpa, Sa vjeç je? 12, Pjesë e cilit ekip? këfë bashkimi. Gëmosha, 13. Po. Çfarë pozicioni ke? Los mbrojtës, qenë. Po dukesh prej në trup. E të ka pëlqyer ti të mbrojtësh çana apo ta ka sjell profesori? Më ka pëlqyer që i vogël edhe kam nisë në mbrojtës. Cili mbrojtës pëlqen? Fiksim. Maldini edhe Ramos. Po ekip jeti preferuar cili është? Ekipi Real Madridi. Real Madrid. Po në shkollë, cila shkollë ke? Shkolla Ismail Qamali. Është e vërtetë që profesorat Valentini dhe Ervini kërkojnë edhe rezultatet e shkollës? Po, Ti Shumë. mirë, ke si ke me rezultate? mirë. Ka pas ndonjëherë në moment ku të ka penalizuar ekipi se të don të keq në shkollë? Ja. Ke vazhdu mirë me gjitha. Po. Suksese. Faleminderit. Koçeku, hajde pak. Na thanë se ti je edhe gazetari i ekipit. Pse thonë se je gazetari i ekipit? Merr prim çesoj se je pas ushtimit, po shokët dhe trajneri na thanë se ti je gazetari i ekipit. Tani se një ekip futbolli ka gazetar, hera po çani ti pse je gazetari? Se flas Vetë shumë. Mirë, emër mbiemër? Kristel Koçeku, Sa vjeç je? 12, Për sa kohë je pjesë e ekipit? prej 3 vitesh, Për çfarë pozicioni luat? me sfushor. Ka pëlqyer vet apo ka zgjidhur trajneri si ka? Më ka pëlqyer vetë, edhe trajneri, Më mirë futbollist apo gazetar? Si e ndodhen më? futbollist. Si keni me rezultatet këtë sezon e ekipit? Kohët e funit kena kanë mirë, edhe shpresoj me jetë kështu. Të cila shkollë je? Branko Kadia, Bankadia. Je nga Bardhet apo nga një fshat tjetër? nga Gruda Re. Prej atje vjen çdo ditë? Vjen më Po profesor? vjen në amër profesori, hanem mërkur edhe të prante. Ka pas një ditë që e lodhi mërzit, ke thonë s'du të shkoj sot stërvitje. Kur kam qenë smurësh. Herë tjetër jo. Ja. Po me rezultatet si jetë shkolla? Mirë, Mirë apo? mirë. Profesor Ervini na tha që ne dënojmë lojtarët kur kanë nota të këqija në shkollë. Ka ndodhur ndonjëherë me ty? Po, Ka dënu. edhe këllë po edhe prind. Sa kohë të kanë dënu? 5 muaj. 5 muaj. Mësa marrë pjesë stërvitje.
Dhe pastaj kur u ktheve në stërvitje, i përmirësove notat? Po, Profesor, po shohim edhe me bazë materiale, paktën pamjet të parë nuk duke nikes, po gjithë e keni siguruar vetë si ja bëni? Po, baza materiale na kanë ndihmuar në fakt sponsori, kena pas një sponsor që kanë sponsorizuar në fillim. Na kanë ndihmuar me bazë materiale edhe kret, edhe të llomat atje. Thash edhe parë në fillim që mos na kishin ndihmuar pra miq, shok, të afërmit, pra sa të ishim kanë edhe më keq, edhe falënderes tyne pra sot falë tyne kena edhe bazë materiale, kena çdo gjë si thënë siguruar. Kjo është Komunikum edhe me fëmijët, me sportistat, thanë se na ka denu disa herë profesori e pranojnë vetë ata, por edhe prit në krahun tjetër ku ka pas notat këqija në shkollë. Do vazhdoj këtë rregull deri në fund? Patjetër, është rregull për të tanë, mi fjalë është për të tanë njësoj nuk ka në një moment që i prini, pra është i pakënaqur me fëmijën e tij, na komunikon dhe na jena shoh lojtari më i mirë, mi fjalë, është detyruar që ai më ndaj pushim deri një moment që i caktuar që i prini një shef që ka bën shef. Ose një gabim ose ku po di unë. Pra kanë janë ana. Shkim edhe për disiplinë. A gjë e mirë, është gjë. Pra, fillimisht njëri i mirë, pastaj për sportin, nëse ke edhe fatin e duhur edhe disiplinën e duhur për të para. Patjetër, është e vërtetë, është pra e kryesorja është të jenë njerëz mirë, të jenë përkushtuar, të jenë disiplinuar, të jenë të rregullt. Më pas edhe pse jo, të ecën edhe hapa më të alta. Mundësit, jena ato mundu me i kriju, jena ato mundu në çdo gjë, në çdo aspekt. Pra jena në punë në vazhdim, jo në komunikim me tjerët, jo si për një të ardhme më të mirë. Shpresojmë. Faleminderit. Faleminderit edhe për ju, faleminderit shumë.